e këtij shteti. E kuptoj. Megjithatë, flasim pak për emrin tuaj, zoti Sadiku. Ju nuk jeni tipikisht personi që kandidon në zgjedhje, vini nga bota e biznesit, nga inxhinieria. E para të shpatën ata, e dyta të shpatët ju. Këtë pyetje ma bojnë çdo ditë, jo vetëm se nuk vi nga bota e politikës, po as familja ime nuk vjen nga bota e politikës, as prindrit, as gjyshrit, as shoqëria. Po, unë mendoj që teknologjia, ajo që unë e përfaqësoj, nuk është më vetëm një vegël aty, ose një kompjuter, ose një aplikacion. Unë mendoj që teknologjia sot është pjesë e pashmangshme e zhvillimit të një shteti. Teknologjinë nuk e shoh si një kompjuter ose si internet, unë e shoh si një diçka që duhet të inkorporohet në ligjet e shtetit, në ndërtimin e shëndetësisë së shtetit, të arsimit, agrikulturës, edhe në ekonomi, edhe në ligjvënie. Unë mendoj që teknologjia nuk është luks, teknologjia është diçka që nuk guxon të menjanohet nëse mendon të zhvillohet si shtet. Nuk është teknologjia diçka si është në herët para 10 viteve, para 20 viteve. Sot një vend i cili nuk e ka teknologjinë si shtyllë primare zhvillimit vet, ai do të mbetë mbrapa, nuk mund ta ndjek zhvillimin ekonomik të vendit. As të rajonit e as në pak të vendit të vendit. Edhe pak a shumë kjo më ka shtyr të jem pjesë e politikës, sepse mendoj që Kosova si duhet një drejtim më modern. Edhe në anën tjetër mund ta pengu populizmi edhe demagogia që kanë bërë trunk për vitet e fundit. A është kjo vlen vetëm për rastin tuaj, apo është një filozofi e opozitës kosovare apo e LDK-s veçanërisht?